një prej shkaqeve më të mëdha të shkatërimit të fëmijëve tanë sot është mos komunikimi i prindërve me fëmijët e tyre. Kjo është duke na shkatruar, kjo është duke na shkaktuar dëme serioze, hoxhë nderuar. Pra, prindrit sot fatkeqësisht kanë gatishmëri dhe vullnet maksimal për të bashkëbiseduar me shoqëri, me kolegë, madje edhe për gjëra krejtësisht banale, me orë të tëra, por nuk kanë gatishmërinë dhe vullnetin qoftë edhe minimal për të bashkëbiseduar me fëmijët e tyre qoftë edhe 5 minuta. Ndërkaq 5 minuta janë është e rëndësishme në formimin dhe edukimin e fëmijës, saqë mendja nuk u merr, sepse ai po e merr nga adresa më e dashur dhe më e sigurt për të. Fjala e prindrit, qoftë edhe 5 minutëshe, ka efekt shumë më të madh se sa fjala e dikujt tjetër që mund të jetë 50 minutëshe, sepse besueshmërinë që e ka tek prindi, dashurinë që e ndjen për të, bën që fjala e prindit zë vend më njëherë në zemrën e fëmijës, e ka ndikimin e menjëhershëm. Mos flasim pastaj edhe për bekimin prindror që Allahu e zbret tek prindërit në relacion me fëmijët e tyre. Pra, duhet që fëmijët të edukojmë që zbrastinë e tyre kohore ta përmbushin me gjëra të dobishme. Nëse dëshirojmë të marrim çaf fëmijët tanë, atëherë thjesht t'u japim liri të plot, boshllëqe, të cilat ata pastaj do të kërkojnë që t'i mbushin ato me botën digjitale. Edhe kur ajo teprohet, pastaj ajo shkatron.